Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falënderimi takon Allahut, atë e falenderojmë, falje dhe ndihmë vetëm për t'i kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira i dërgojnë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndarshme, shokët e tij besnik dhe gjithë ata që ecin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejnë Allahut azza xal vazhdojna me leximin e librit Nurul Yakin, pra në sirën e pejgamberit alayhi salatu wasalam nga Sheikh Khudri rahimahullah. Në dersën e kaluam lexuam dhe shpjeguam rreth hijretit të muslimanëve edhe hijretit të pejgamberit alayhi salam nga Mekja për Medinë. Edhe tham se edhe në ligjëratat e kaluara se pas 13 viteve zullum, dhunë, mbytje ndaj muslimanëve që u abonën mushrikët Mekas, Allahu subhanahu wa taala i lejoi pejgamberit alayhis salam edhe sahabëve hijretin për në Medinë. Edhe shpjegom se si pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka bërë hijretin së bashku me Abu Bakrin, edhe fillim me shundal në Kuba, në një vend afër Medinës, ku edhe është themeluar xhamia e parë në Islam. Aty pejgamberi alayhis salam ka qëndruar afërsisht 2 javë, ku pastaj është nisë për Medinë, ku në Medinë banorët e saj, pra ensarët e kanë prit me gëzim shumë të madh, me poezi, me këngë, edhe që shpërshkruhet se ka qenë gëzimi më i madh që ka ndodhur ndonjëherë në qytetin e Yathribit, siç është quajtur në atë kohë. Pastaj tham se pejgamberi alayhis salatu wassalam pasi shkoi në Medinë, normal edhe është themeluar edhe shteti i parë apo shteti i muslimanëve. Mirpo themelimi i shtetit të parë apo shtetit muslimanëve e ka pas edhe atë kostën edhe rrezikshmërinë e vet. Prandaj pejgamberi alayhis salam i ka bërë një 3 lëvizje apo i ka marrë një 3 hapa, fillimisht për me evnu stabilitetin, me qetësu gjendjen në Medinë, për me pas kohë edhe me plotësu kushtet, pastaj për me u marrë me armiq të jashtëm. 3 sene që i ka bërë pejgamberi alayhis salam që u kon këç për me vazhdu daveti edhe më ruaj nderi edhe gjaku i muslimanëve. Pra e para u kanë vllazërimi i ensarëve, pra banorëve të Medinës edhe muhaxhirëve. Pra muhaxhirët janë ata që kanë shkuar nga Mekja. Edhe për vllazërimin e tyre kena shpjeguar ligjëratën e kaluar se sa u kanë rëndësishme, sa e shajt u kanë aq shumë sa që në fillim edhe e kanë trashëguar njëri tjetrin. Ai vllaznillak u kanë më i madh se vllaznillaki që e ke sot ngjak prej babës ose prej nanës. Gjendja u shku aq shumë sa që edhe e kanë trashëguar njëri tjetrin derisa Allahu azza ka zbrit ajet të cilin pra këtë kategoritë njerëzve e ka larguar nga trashëgimia. Mirpo, dispozitet e tjera kanë mbet, edhe harmonia edhe dashuria që e kanë pasur mes vetë dhe solidariteti kanë mbet. Kena thonë se nëse një ensar ka pas 2 shtëpi, njërin ja ka dhënë vllaut vet muhaxhir. Nëse ka pas 2 kat, njërin kat ja ka dhënë vllaut vet. Nëse ka pas 2 kafsh, njërin e ka ndarë për atë. Ka shku drejja, gjendja deri aty sa që nëse i ka pas 2 gra, thot njërin bëj talak me rrete. Kjo i ka ndodhur Abdulrahman ibn Aufit, i cili normal ka refuzu, edhe i thot ku është tregu, kallzon ku është tregu mu, thot filan venin. Ka shku, ka bë tregti pazar, edhe kështu ka fillu nga e para. Pra, puna e parë që ka bë pejgamberi alayhis salam për me themelu shtetin, cila ka qenë bashkimi i muslimanëve me një saf. Për shkak se s'ka mundësi muslimanët me triumfu, përveç se radhët e tyre bashkohen. Edhe nëse shikojmë historinë e muslimanëve, domethënë gjithmonë muslimanët kanë triumfu kur ata janë bashku në një grup, janë bashku në një saf. Edhe nëse shohim historinë se sa muslimanë kanë dështuar, edhe sa muslimanë kanë humbur në kohën e sahabëve, kur ka ndodhur fitnë, ka ndodhur për shkak të përçarjes që e bënë muslimanë. Pastaj rania e shtetit të Andaluzit në Spanjë, edhe rania e shtetit kalifat në dorën e mongolëve, gjithashtu edhe rania e Kudsit në periudha ndryshme në kohën e krishterëve, në kohën e Salahuddin Eyyubit, këtë që ka ndodhur për shkak se muslimanët ju ndan grupe edhe ndan safa. Pastaj edhe kthimi i këtyre vendeve nën udhëheqjen e muslimanëve, asnjëherë s'ka ndodhur përveç se kur muslimanët pra janë bashku me një saf. Prandaj pejgamberi alayhis salam e ka bë punën e parë që e ka bë vllazërimin e ensarëve edhe muhaxhirëve. Pra muslimanët i kanë mbledhur me një saf, edhe për këtë vllazërim kena thonë ligjëratën e kaluar. Pikën e dytë që e ka bë pejgamberi alayhis salam ka qenë ndërtimi i xhamisë. Edhe e treta u kanë marrëveshja me jehudët. Pa këto janë 3 pikat të domosdoshme, të cilat e kanë luajtur rolin këç në ruajtjen e unitetit Medinë, gjithashtu edhe më vonë në çlirimin e Mekës,
po edhe në çlirimin e tërë gadishullit arabik. Pra tema që ne kemi më fol sot ka të bëjë me ndërtimin e xhamisë, apo pika 2 të cilën e ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe kjo ka ndodhur në vitin e parë të hijretit. Se me shkuarjen e pejgamberit alayhi salam në Medinë, prej këto fillon edhe kalendari hijri, pra kalendari hijretit edhe llogaritën vitet në Islam. Pra më njëherë pas bashkimit që e bani ndaj muslimanëve, e ndërtoi edhe xhamien pejgamberi alayhi salam. Pra ndërtimi i xhamisë nuk e ka pas rolin që ka sot xhamia tona. Sahabët ndryshe e kanë pa xhamien. Për kuptimi i tyre ndaj xhamisë u kanë më ndryshe. Aja ka pas rolin edhe si objekt fetar ku janë kry vaktet, mirëpo e ka pas ndoshta rolin edhe të fakultetit apo të medresës, e ka pas ndoshta rolin edhe të qeverisë ku janë marrë vendime, rolin e kuvendit, gjykatës, këshillave, edhe ka qenë ajo baza në të cilën muslimanët i kanë konsultuar punët edhe i kanë marrë vendimet. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka dalë edhe e ka zgjedhur një vend për ndërtimin e xhamisë, e cila u ka në një pronë e dy vëllezërve. Njëri prej tyre e ka pasur një Sahel, tjetri e ka pasur një Suhejl, kanë qenë pa babë. Janë kanë për kujdesjet e axhës së vet. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka kërkuar prej këtyre vëllezërve me shit këtë tokë edhe me ndërtu xhamin. Fillimisht ata dy djemë të ri kanë dashur me dhon fisabilillah këtë tokë, për hir të Allahut. Mirë, po pejgamberi alayhis salam s'ka pranuar me marr pasurinë e këtyre dy jetimave, përpas nëse ata pranojnë shumën që duhet me ia dhon. Edhe kanë pranuar, kështu pejgamberi alayhis salam e ka ble këtë tokë, në këtë tokë në të cilën më herët ka pas edhe varreza. Pra janë kanë disa varreza të mushrikëve të vjetër të cilët kanë vdekur atë. Pastaj kanë marrë sahabët, i kanë gropos këto varre, edhe i kanë heqë, i kanë larguar nga atë. Gjithashtu ky vend është përdor ku tani është edhe xhamia e pejgamberit alayhis salam, edhe si vend për me i ter hurmat. Më herët arabët kanë përdor këtë fushë, një vend ku i kanë ter hurmat. Edhe më vonë ato hurmat të terura i kanë marrë dhe i kanë shfrytzuar për qëllimet e veta. Gjithashtu ky vend ka pas edhe palma, ka pas edhe drunj, edhe deg, edhe raj, të cilat sahabët i kanë marrë, i kanë prej edhe i kanë largu. Gjithashtu edhe disa gropa apo disa bonare që kanë qenë, i kanë mbyllë mbedhe, edhe e kanë rrafshu edhe e kanë bërë vendin e gatshëm për në xhami. Pastaj pasi e kanë pastruar këtë vend, sahabët me pejgamberin alayhis salam, i cili u kanë i pari për atyre që ka punu, edhe ka qenë domethënë si nxitës për punë të mira, punë të hajrit, ka filluar edhe ndërtimi i xhamisë. Pra ndërtimi i xhamisë u kanë me çerpeç, pra u kanë lloç i përzim me ujë edhe me kasht. Pra e kanë bërë formën e tullës, këtë tullë e kanë marrë dhe e kanë djegë në zjarr edhe e kanë forcu, edhe kështu kanë filluar me ndërtu xhamien e pejgamberit alayhis salam, e cila ka pas formën katrore, kuptohet nuk është kjo që është, ajo është rrit, edhe është bën i kanë ndryshuar materiali, mirë po e para që ka qenë prej tullave të qirpiçit, lartësia e të cilit nuk e ka kalu gjatësinë e një njeriu mesatar. Pra sa ka qenë lartësia, sa është një njeri mesatar i lartë. I ka pas 3 dyrë, e prej të cilave njëna pjesë e xhamisë ka qenë mbuluar me gjethe të palmës, e cila u quajtur sufa. Jo krejt xhamia pra u kanë mbuluar nga lart. Mirë, po një pjesë e saj u kanë mbuluar me gjethe, ku ka pas hije, u quaj sufa, këtu pra kanë jetuar ata njerëz të varfër prej muslimanëve të cilët s'kan pas shtëpi, edhe ku i kanë ushqy pejgamberi alayhis salam. Gjithashtu këtë vend, sufan, pejgamberi alayhis salam e ka shfrytzuar edhe për mësim. Pra në këtë vend ka marrë dersa dhe sahabët kanë shku edhe e kanë mësuar fenë Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu e kanë ndërtuar edhe kiblën, pra kibla e parë kuptohet u kanë nga Palestina, Beitul Maqdis. Pastaj më vonë do ta shpjegojmë kur ka ardhur edhe ndrimi i kiblës. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam në një pjesë të xhamisë, ngjitur me një mur i xhamisë, i ka ndërtuar edhe 2 dhoma për 2 gratë veta. Pra për Saudan radhiyallahu anha edhe për Aishën radhiyallahu anha. Pra këto janë kanë 2 gratë të para të Medinës që i ka pas pejgamberi alayhis salam, madje ka transmetime se dhoma e Aishës e ka pas edhe derën nga xhamia, madje e ka pas edhe një dritare të vogël ku pejgamberi alayhis salam ka hyrë nga e derë edhe ka dalë dhomat të cilat i kanë gjitur me njëra tjetrën. Pastaj kanë vazhduar këto dhoma me urrit, sa që pejgamberi Allahut është martu, e ka shtu edhe një dhomë ngjitur me këto tjerat ku numri i dhomave ka arrit deri 9 dhoma. Pra gjithsej 9 grasa i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pas ndërtimit të xhamisë edhe janë pje kushtet për me e bë faljen e namazit. Atëherë sahabët janë mbledhur dhe kanë diskutuar se si me e bë thirrjen. Si me e bë thirrjen që njerëzit më u përgjigj ezanit. Prandaj se çka thash më herët se sahabët ndryshe e kanë pa namazin me xhamat. Madje ajo urtësia, hikmeti, sekreti se pse Allah azza xal
e ka bën namazin me xhamat, nuk është që shohim na një ibadet i cili ka 27 gradë me fal në xhami se në shtëpi, edhe me shku me e krye dhe më kthy. Mirë, po qëllimi apo urtësia se pse është bën namazi me xhamat, pse musliman me shku me u fal 5 kohë në xhami. Prandaj si pasojë kësaj urtësie ka lind edhe debati apo diskutimi se si me bë edhe thirrjen që ta shohim më vonë. Për shkak se besimtari i cili i fal 5 kohë namazin në xhami. Ky besimtar non stop pra është në përkujdesje edhe është non stop në dhikr edhe në përkujtim ndaj ahiretit. Për shkak se sahabët sa që kanë prezantuar xhami e kanë këshilluar njëri tjetrin me këshilla. E kanë kujtuar njëri tjetrin ahiretin, ja kanë kujtuar xhenetin edhe xhenamin. Gjithashtu edhe pejgamberi alayhis salam është kujdes që non stop gjatë namazit me xhamat i ka këshilluar domthon me këshilla të shkurta besimtarët. Prandaj ai besimtar i cili e viziton xhamin 5 herë në ditë, nuk ka dyshim se imani i tij është më i lartë. Gjithashtu shfrytëzimi i kohës që e bën xhami me lexim të Kuranit apo ligjërata që i dëgjon pas namazit, këto bojnë që besimtari me pas dije më të lartë, edhe me pas imanin më të fortë, edhe me e këshilluar njëri tjetrin, edhe kështu i mundësia është më e vogël që muslimani me deriu. Prandaj nëse shohim sot cila është ajo kurtha e parë apo devimi i parë që e bën njeriu. Nëse shohim ata njerëz që ndoshta deri dje e pardje edhe vitet e kaluara ju kanë me neve. Sa për muslimanët kanë devijuar edhe sot janë pjesë e xhamatit. Gabimi i parë apo kurtha e parë që ka bërë shejtani është largimi nga namazi me xhamat. Këto krejt njerëz që kanë devijuar, që e kanë lënë këtë din, që ju kanë tudhëzuar. Sebebi kryesor është largimi nga namazi me xhamat. A keni mundësi me gjetë dikon i cili ka devijuar duke i fal 5 kohë në xhami? Me thon filani ka devijuar, filani ka rënë në gjuna të madh, filani u bë kriminal kështu me radh, se ka dalë ka fal 5 kohë namazin në xhami, kur s'ka mundësi. Mirë, po sa raste gjejmë njerëz që kanë devijuar për shkak se ju kanë dhënë namazin me xhamat. Pastaj kur do të pi namazit me xhamat, çka ndodh më atë? Në shtëpi fillon me ilan sunetet. Të rrallin ata që falen në shtëpi edhe i falen sunetet. Pastaj shejtani ja largon sunetet. Pastaj kur e çon, fillon me avonu farzin. Deri sa bëjmë një drejje edhe namazin këtë Allahu na rujt. Prandaj sahabët e kanë ditë se mos prezantimi namazit me xhamat ka më kon devijimat për atë person. Edhe kanë pas diskutim të madh se si me bë thirrjen që çdo person më përgjigj namazit me xhamat. Propozimi i parë kanë pas sahabët me e bën një flamor. Sa erdhi koha e namazit me ngrit një flamor lart. Edhe ka thonë njerëz të shohin edhe vin falen. Mirë po, ky propozim është refuzuar për shkak se ka thonë ka njerëz që kohën e namazit janë fjet. Ata kanë se shohin flamurin. Ose dikush është i këqt në tregti, apo është gafel, është në gaflet. Edhe nuk është e flamurin, prandaj ka thonë ky propozim nuk ban. Propozimi i dytë ka qenë me dhëzni zjarr. Me dhëzni zjarr me një pjesë në xhamis, edhe kush është zjarri më afru. Edhe me e di që është koha e namazit. Edhe ky propozim është refuzuar se është gjithashtu edhe për ngjasim me zjarr putisat, mirë po edhe çdo njeri ka mundësi me apo zjarrin. Propozimi i tretë kanë me i fry surit, me i fry një burie për me i thirr njerëz namazin me xhamat. Kjo është refuzuar nga pejgamberi alayhis salam. Për shkak se ka thonë kjo është për ngjasim me jehudët. Pra jehudët kur e kanë falin e tyne i fryn buris. Propozimi i katërt ka qenë me elan një zile apo një këmban, edhe kjo është refuzuar për shkak se kjo është për ngjazim me krishterët. Pra muslimanët kanë pas xhilaf të madh se çysh me e bën një thirrje që asnjë prej muslimanëve mos me ik namazin me xhamat. Edhe s'kan pas zgjidhje. Edhe kanë vazhduar një kohë me e bën një thirrje një person i cili ka pasur Abdullah ibn Zaid al-Ansari. Ky ka dalë ka thonë namazin me xhamat ka bërtit çka që kanë thirrja muslimanëve. E pastaj ky person Abdullah ibn Zaid al-Ansari derisa u kanë në një gjendje as nuk u kanë fjet as i zgjut. Ka një person, një melaçe, fornë njeriu edhe i ka thonë apo do më të mësoj disa fjalë për me i thirr njerëz në namaz, ka thonë mësami, edhe i ka thonë thuj 4 herë Allahu Akbar, 2 herë thuj ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, 2 herë ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, 2 herë hayya alas-salat, 2 herë hayya al-falah, edhe ja ka shpjeguar ezanin. Pastaj ky person u ngrit, ka shkuar dhe i ka treguar pejgamberit alayhis salam, edhe pejgamberi Allahut e pranon, edhe i thotë çka ka më kon thirrja jon për namaz, edhe i thotë Abdullah ibn Zaidit, shka edhe thuj Bilalit në ta thirr ezanin sepse ai thotë e ka ezanin më të madh se ti. Prandaj kjo është edhe argument se ezani do të më thirr në maksimum, do të më dëgju sa më lart. E jo sikur se sot dyqësh argumentohen se zakonisht kur i bëjnë pyetje xhallarëve, a kam obligim me dalë në xhamat, ju përgjigj namazit me xhamat, mirë po jo ezani që thirret në mikrofon, po kështu me za. A pejgamberi alayhis salam i ka thonë thuj Bilalit se e ka zanin më të madh, nuk ka thonë tani sahabit që ka zanin e vogël. Po ka thonë thuj Bilalit
me thirr ezanin sepse ai e ka zanin më të madh dëgohet më lart. Edhe mujna me thonë plot siguri se ezani që ka thirr Bilali dëgohet më lart, edhe më lart se sot ezani i cili dëgohet në xhamiat e tona me zmadhus. Prandaj kur ka filluar Bilali radiallahu anhu me thirr këtë ezan, ka vrapuar edhe Omeri radiallahu anhu, thotë ja Rasulullah, vallahi thotë ezani kom pa ëndër të njëjtën thirrje se si tani është duke e thirr Bilali. Prandaj kjo është edhe ligjësimi i ezanit se si ka ardhur deri tek kjo formë e cila asat, pra muezini i parë u kon Bilali radiallahu anhu, gjithashtu ka qenë edhe një muezin tjetër Abdullah ibn Maktumi radiallahu anhu, i cili ka qenë i verë. Pra këta dy kanë qenë muezinat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe prej asaj dite deri më sot thirret ky ezan 5 kohët e namazit, përpos në Ramazan në kohën e pejgamberit alayhi salam namazin e sabat ju thirr 2 ezana. Kjo ka ndodhur vetëm në muajin Ramazan, namazin e sabat. Pra një herë ka thirr njëri muezin për me izgju njerëz prej gjumit, pastaj u kanë edhe ezani i dytë i cili i ka thirr njerëz domos se kanë hyrë koha. Gjithashtu edhe Bilali radiallahu anhu e ka shtu edhe një fjalë tjetër, es-salatu khairu min an-nawm, namazi është më i mirë se gjumi, e ka thirr 2 herë, edhe këta e ka pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky u kanë ezani pejgamberit alayhi salam. Këta namazet duke përfshirë namazin e xumas. Çto thirr kohën e pejgamberit alayhi salam, u thirr kohën e Abubekrit edhe në kohën e Omerit. Kur ka periudhën e Uthmanit radiallahu anhu, edhe numri i muslimanëve u rrit. Çlirimet i mbosh shumë të mëdha. Shumë njerëz ka hyrë në Islam. Edhe ezani nuk u dëgjoi te një kategori e njerëzve. Pra në kohën e Uthmanit xhamia u mbush plot, safat ju zgjenu derisa kanë arrit deri te një pazar. Kur u thirr ezani në xhami, te ai pazari ku njerëzit kanë duke bërë tregti, nuk e kanë dëgjuar thirrjen. Edhe kanë vazhduar me bërë tregti, a kënej musliman që fal xhami xhuman. Atëherë Uthmani radiallahu anhu urdhëron me e çu një muezin te ai pazar. U ngrit me një vend më lart, edhe ka filluar me e thirr një ezan, më u tregu njerëzve tregut që kanë shit, se tani është koha e xhumas me elan namazin, me elan pra tregtim, edhe më përgjigj namazit. Edhe kjo deri këtu është në rregull, nuk ka bidat. Çdo vepër që e kanë bërë sahabët, sidomos 4 sahabët që kanë ardhur pas pejgamberit alayhis salam, siç ka ardhur në hadith, përcjell në sunetin tam edhe sunetin khulafa ar-rashidin, edhe sunetin e halifeve drejt që vijnë pas meje. Pra çdo vepër që kanë bërë sahabët, këto 4 halife është sunet tona. Mirpo, ku ka fillu bidati? Bidati ka fillu kur ka ardhur pushtet Hisham ibn Abdul Malik. Këtu ka fillu bidati i një ezanit namazin e xumas. Këtë ezani që e ka thirr në pazar, ky halife e muslimanëve e ka marrë edhe e ka fut me u thirr në xhami, e cila vazhdon edhe sot. Pra sot i kena 2 ezana me një xhuma. Edhe kjo është prej bidateve që është duke u praktikuar domethënë të madhe. Cili është suneti i pejgamberit alayhis salam në xhuma? Asa fillimisht hin imamin ditën e xhumahit në xhami. Nuk i fal 2 recatën gjithë drejt minber. Kur ulet minber, henez duhet me ngrit me ezini edhe me thirr ezanin e xumas. Masi të ngritet imami minber. Pastaj imami e mban hutbën, zbrit për hutbës, me ezini e thirr ikametin. E cila është bidati këtu? Ky bidat që ka fut këtë halife është se me ezini ngritet edhe një ezan e thirr domethënë brenda xhamisë. Pra thirrën 2 ezana brenda xhamisë, e cila nuk është e nevojshme. Pra të kanë paralajmëruar dietar se kanë ky ezan nuk i përshtatet ka thonë sunetit Uthmanit, se Uthmani radiallahu anhu ka urdhëruar me thirr ata persona që janë larg, që nuk e kanë dëgjuar ezanin e xhamisë. Ditët e sotme, ata që janë në xhami e dëgjojnë ezanin, ata që janë poshtë xhamisë e dëgjojnë, ata që janë larg xhamisë e dëgjojnë për shkak mikrofonave që janë vendosur. Pra sunet është një ezan me u thirr. Kur hyn imami në minber, ulët, thirret ezani. Edhe me çta përfundon çështja e ezanit, pastaj është edhe ikameti. Çdo kush i cili shton ose hek jashtë kësaj forme, pra është prej bidate dhe prej sendeve të shpikura në fe. Prandaj kjo ka qenë edhe forma derisa ka ardhur deri te ligjësimi i ezanit, pasi që pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka ndërtuar xhamin. Pra me ndërtimin e xhamisë, thamë se pejgamberi asem e ka mbyllur pikën e dytë në ato 3 pika që i ka vendosur për me e themelu edhe për me e stabilizu Medinën e vet. Një problem tjetër që kanë pasur besimtarët në Medinë, ashtu që Allahu subhanahu wa taala i ka sprovu me mushrikët e Mekë për 13 vite. Atëherë Allahu azhjal ka dashur që me i pastru domon edhe më shumë sahabët edhe me i sprovu robërit e vet, i ka sprovu muslimanët në Medinë me jehudët. Për shkak se kanë thënë se e qytetin e Medinës e kanë banu edhe jehudët. Zatën qytetin e Medinës e kanë themelu jehudët.
Medinja cila sot, banorët e parë ata që e kanë popullu, kanë qenë jehudët, pra kanë qenë 3 fise, Banu Qurayza, Banu Qaynuqa edhe Banu Nadir. Këto janë kanë fiset Yemenit, të cilat kur e kanë lexuar Taurat, jehudit Yemenit se një person me emrin Ahmed i biri Abdullahut Mekka, e ka këtë cilësi, kështu duket, me këto flokë, kështu i ka syt, kështu e ka gjatësinë, e ka vulën në shpinë, edhe banorët e Mekës kanë me përzan, ka me shku në Medinë, një vend ku ka palma, tokë e zezë kështu me radhë, e kanë gjetë domon këtë tokë edhe kanë ditë që kjo është Medina. Pra, edhe qyteti i Medinës u kanë i përshkruar në Taurat. Edhe kanë shku, e kanë gjetë edhe kanë fillu me jetu në Medinë, i kanë ndërtuar shtëpitë, edhe kanë fillu me punu tokën. Pastaj edhe me qëllim që me e prit pejgamberin e fundit. Pastaj kur kanë ardhur fisi Ausit dhe Khazrejit, e kanë pasur këtë tokë mirë, edhe pas ka njerëz ju vendos aty, edhe ka fillu luftë mes jehudëve edhe arabëve. Edhe normalisht arabët kanë fitu, edhe kanë fillu me bashkëtu bashkë. Mirë po, gjithmonë jehudët i kanë kërcënu arabët, banorët e Medinës. Thotë kjo është koha në të cilën ka me dalë një pejgamber, i ka këto cilësi, edhe na thotë kena me ju luftu juve. Edhe kjo është sebebi kena përmend se pse banorët e Medinës e kanë pranuar Islamin, banorët e Mekës jo. Se banorët e Medinës kanë pas njohuri mbi librin, mbi Tevratin, nga përshkrimet që i kanë pa për jotëve. Kur ka dalë pejgamberi alayhis salam, i gjithë qyteti pothuajse ka hyrë në Islam, edhe kanë pranuar Islamin. Prandaj kur ka shku pejgamberi alayhis salam në Medinë, normal jehudët e kanë mohu. Arsyeja e mohimit u kanë se ata e kanë pritur që pejgamberi mu kanë prej bijve të Ishakut. Ashtu Allah azza wa jalla ka dërguar Musën, edhe ka dërguar Harunin alayhis salam, edhe ka dërguar Zekerien, edhe Yahyan, edhe Isën, edhe Sulejmanin, Davudin, edhe pejgamber tjerë që Allah nuk ka përmend, ata kanë shpresuar që pejgamberi i fundit më kanë te Banu Israil. Mirpo, caktimi i Allahut e ka dërguar te fëmijët e Ismailit alayhis salam, pra e ka dërguar te arabët, edhe ky ka qenë sebebi se pse jehudët nuk kanë pranuar Islamin. Përpos se njëri prej tyre që ka pranuar Islamin, pra ka qenë kryetari i fisit Banu Qaynuqa. Abdullah ibn Salam e ka pas emrin. Kur ka ardhur pejgamberi në Medinë, ky ka shkuar dhe ka pranuar Islamin. Edhe ka dashur më një ders pejgamberit alayhis salam edhe neve me na tregu se kush janë jehudët. Ky vet ka qenë jehud. Sa ja Rasulullah me tregu thot kush janë jehudët, çka thot pyeti për mua. Au thot unë po më shefna. Edhe shkon pejgamberi alayhis salam në një vend, Abdullah ibn Salam shefet, edhe i thot pejgamberi alayhis salam jehudëve thot, çfarë mendimi keni për prisin e juve? Kryetarin e juve Abdullah ibn Salamin. Jo do thonë ai thot është fisniku jon i biri fisnikut, i pari jon i biri të parit, i mençuri jon i biri të mençurit, i ndershmi jon i biri të ndershmit, edhe fillojnë me lavdëru. Atë në këtë rast dal Abdullah ibn Salam edhe i thot o ju popull jam, thot unë jam musliman, thot edhe ju në Tevratin ju shkruan se ky Muhammed është i dërguar i vërtet pranon Islamin. Atëherë çka bën jehudët? Fillojnë me i thonë, ky është i poshtër jon i birit poshtrit, ky është gënjeshtari jon i birit gënjeshtarit, ky është ignorant jon i birit ignorantit, edhe e sulmojnë edhe Abdullah ibn Salamin, edhe kështu pejgamberi alajhi e ka kuptuar nga Abdullah ibn Salam se me çfarë njerëz edhe me çfarë kategori të njerëzve ka punë. Pastaj pejgamberi alajhi salam e ka bënë marrëveshje me jehudët, edhe kjo ka qenë pika e tretë për me vënë stabilitetin në Medinë. Se pejgamberi sa më ka ditë se themelimi i shtetit nuk ka më kanë e thjesht. Në anën tjetër, mushrikët me kas kanë me luftu. Kanë me luftu romakët në anën me një anë, persianët në anën tjetër. Me fillu një luftë brendshme me jehudët. Gjithashtu do të flasim edhe për kategorinë e munafikave. A ka mundësi i vetëm me u përballë në këtë armiq? S'ka mundësi. Pastaj edhe pejgamberi sa e ka zgjedhur domethënë klasifikimin e armiqve. Sa në pas çka ka bë, i ka bashku muslimanët. Se nëse i rrethu me gjitha armiq, edhe nuk e ki safin e bashkum, ç'është ki mundësi mi bë ballë. Pra sa në parë kanë bashkimi i muslimanëve. Pastaj punën e dytë që ka bë marrëveshje me armiqtë e brendshëm që janë ata jehudët. Pra marrëveshja ka përfshi me pranu fenë e tyre. Jo si fe e vërtet mirë po, mos me i detyru me hime me zërë në Islam. Kjo kanë e para. E dyta u kanë mos me pos luftë mes muslimanëve dhe jehudëve. Edhe pika e tretë është nëse dikush i musliman, jehudët dalin në mbrojtje të muslimanëve. Nëse dikush i sulmon jehudët, muslimanët dalin në mbrojtje të jehudëve. Edhe kështu pejgamberi alayhis salam ka arrit me bani marrëveshje me një prej armiqve të tyre. Gjithashtu u kanë kategoria tjetër e tretë Medinë, e cila u kanë më e rrezikshme. Kush janë këta? Këta janë munafikat. Në shumicën e rasteve, damin që e përjetojnë musliman prej munafikave, pra munafike janë ata që t'jashmin e shfaqin Islamin, ndërsa mosbesimin, kufrin e kanë të brendshme në tyre. Edhe udhëheci i këtij grupi ka qenë Abdullah ibn Ubay ibn Seluli.
E ka pas një grup të munafikave, të cilët bashkëpunim me jehudët ka më domon përçarje dhe probleme brenda muslimanëve. Arsyeja se pse ky s'ka hyrë në Islam si banorë të tjerë, është për shkak xhelosisë edhe hasedit që e ka pas. Se pak nëse kthehemi pak në historinë shekullin e 10, në vitin e 10 të dërgimit, kohën kur pejgamberi alayhis salam ka filluar mja shfaq Islamin fiseve të tjera, ka ndodhur një luftë në mes Ausit dhe Khazrejit. Luftë e cila i ka mbyt shumica e kokave, udhëhecave të fisit Aus dhe Khazrej ju mbyt. Edhe ka mbetë domon pa udhëheca. Edhe rinia e këtyre fiseve ka marrë rrugë për me shku në Mekë me u këshillu me parin e me kas vesime vepru. Edhe ju kanë gati me bën një marrëveshje edhe me e zgjedh kët Abdullah ibn Ubay Selulin kryetar të dy fiseve edhe me pas paqe të përjetshme. E rrugës kur kanë shku në Mekë e kanë taku pejgamberin alayhis salam. Edhe kjo është koha kur 6 prej tyre pranon Islamin, pastaj u kthik e na thonë se betejën besatimin e Akabes që kanë 12, të parin, dytin një kanë 93 edhe kështu pra ka filluar me u zgjeru Islami. Edhe për atë Aisha radhiyallahu anha thot për çet luftë që u quajt Yawmul Ba'th, thot Allah azza xal e ka përgatit Medinën me çet luftë. Pra Allah azza xal i ka bë helaç në atë Ausin dhe Khazrejin që kanë qenë qofar, i ka bë me luftu me zvet ju mbyt kokat e tyre, udhëhecia, qyteti ka mbet pa udhëhec, edhe u kanë domethënë me alet për pejgamberin alayhis salam me hi, edhe më bë udhëhec. Edhe arsyeja se pse ka pas urrëti ndaj pejgamberit alayhis salam, Ibn Seluli ka thënë se pejgamberi Allahu të bë kryetari i Medinës ai s'ka mujt. Mirpo, si me e rahatu këtë grup pejgamberi alayhis salam munafikave, i ka pranuar Islam. Pra, të jashtëmën e tyre e ka pranuar. Nëse ata kanë me shahadat, i ka pranuar edhe i ka futur në umbrellën e Islamit, edhe kështu me këto 3 pika, pejgamberi alayhis salam ka arrit me vënu paqen në Medinë, me i rahatu të gjitha palët, edhe që me u kanë domethënë i gatshëm me u përball me armiqt e jashtëm. Pasi pejgamberi alayhis salam arriti me këtë grupet me i pajtu, edhe u bë marrëveshja, edhe në Medinë s'ka pas probleme, atëherë Allahu subhanahu wa taala ja hap rrugën pejgamberit alayhis salam sahabëve për me bë luftë, me bë xhihad ndaj mushrikëve. Madje edhe lufta kur zbrit ajetet e luftës, nuk u zbrit për më një herë. Si ka thënë Allah azza xal pejgamberit di luftoj tash me kast, lufta me jehudit, vroj munafikat, sulmoj krishterët e Siris, krishterët e Irakut, kiptë e Egjiptit, sulmoj persianët e kështu me radhë, bën luftë në 7 fronte, 8 fronte. Mirpo, fillimisht ajetet e para që ju zbrit vetëm se me i luftu mushrikët e Mekës. Ajetet e para, të cilat ju zbrit Kur'an, kanë qenë ajetet të cilat ju leju me i luftu vetëm se mushrikët e Mekës. Edhe këto kanë zbrit në surën Hajj, ku thot Allah azza xal, udhina lil ladhina yuqatiluna bi annahum zulimu. Thot ju është leju me bë luftë, me bë xhihad atyne të cilët ju është bë zullum. Alladhina ukhriju min diyarihim bi ghairi haqq. Ata të cilët ju nxjerr nga vendi vet pa hak. Pra kush është ata që i kanë nxjerr nga vendi vet, pra kanë qenë me kasët. Çka ajat ja ka leju fillimisht me i luftu vetëm se me kast. Pastaj ka ardhur ajetet e tjera të cilat ja kanë zgjenuar pak luftën pejgamberit alayhis salam. Ka qenë me i luftu edhe mushrikët e tjerë të cilët kanë filluar me bë aleanca me kast. Ka pas fise që s'u kanë luftë me pejgamberin Allahut, mirë më vonë ju ka bashkangjit me kasve. Atë Allah azza xal ka zbrit ajetet në surën Taube. Wa qatilul mushrikina kafata kama yuqatilukum kafa. Kama yuqatilunakum kafa. Luftoni mushrik në përgjithësi. Ashtu që ata ju luftojnë juve në përgjithësi. Pra kjo është kategoria e dytë ku lejohet muslimanët me zgjeru xhihadin ndaj mushrikëve në përgjithësi. Pastaj vjen edhe ajeti tjetër, ashtu Allah azza xal ka pruar dispozitat sahabëve. Në fillim të Islamit ajo ka thonë falni agjeran, jepni zakatin, largoni alkoolin, largoni zinas, largoni kamatës. Nëse kishin zbrit çto, s'kish pranuar kërkosh Islamin. Prandaj Aisha thot alkooli do ndalun 3 etapa. Sikur të ndaluar më një herë, s'kan pas me nol alkoolin sahabët. Po, kadal. Gjithashtu edhe ibadetet që kena thonë se kadal. Për shkak më kanë më të kapshëm pranueshme për musliman. Edhe lufta kur do bë, si ka thonë lufta me krejt, sa është e pamundur me luftu. Fillimisht me kast. Kur është që është e përballueshme me mushrikët përgjithësi. Lufta po është e përballueshme, musliman po kanë kapacitet, atëherë ka ajetet e tjera, në të cilat Allah azza xal ja ka lënë luftën edhe me jehudët, konkretisht në surën Anfal Allah subhanahu wa taala fillimisht pejgamberi sa me ka ditë në periudhën Mekase kur i kanë zbrit ajetet për tradhirat që e kanë bën jehudët, Musa alayhis salam, edhe Isa alayhis salam, edhe Zakaria edhe Yahya, nuk ka dyshim se edhe këtë marrëveshje që ka bën me jehudët kanë pas me thy jehudët.
Prandaj Allah azza ja ka leju pejgamberit alayhis salam edhe luftën me jotët nëse ata bojnë tradhti, konkretisht surën Anfal thot Allah subhanahu wa taala wa imma takhafanna min qaumin khiyana. Thot nëse friksoni se dikush prej atyre që ju keni bë marrëveshje ka me tradhthoni edhe ata. Prandaj e shohim se fisi Beni Kurayza kur e ka bërë lëvizjen e parë me e thy marrëveshjen, pejgamberi alayhis salam e ka dërguar ushtrin të fisin Beni Kurayza dhe i thot sahabëve kërkush ka me fali kindin përveç të Beni Kurayza. Edhe kanë shku pra muslimanët edhe i kanë zanë edhe i kanë mbyt gjithë fisin, burrat e fisit Beni Kurayza. Prandaj pra edhe lejimi i luftës ju ka bë pejgamberit alayhis salam i ka bë shkallë, duke e rrit nivelin e luftës. Nga këto ajete edhe ngjarjet që kanë ndodhur, pejgamberi alayhis salam e ka themelu ta quajë sot një strategji të luftës. Çu ndodh sot me boshtetit strategjia? Strategji shembull për terrorizëm, strategji për korrupsion, strategji për parandalime të ndryshme të organeve të fëmijëve. E strategji ka disa pika, të cilat organi kompetent pa çfarë të kry. Nëse do të pas sukses, çfarë strategji. Edhe pejgamberi alayhis salam e ka themelu një strategji e cila i ka përmbajt 5 pika. Çka strategji kon këç për me rujt Medinën edhe ma vonë me ardhur deri te çlirimi i Mekës, të cilët sahabët i kanë quajtur vend këto pika me përpikmëri. Pika e parë të cilën e ka bë pejgamberi alayhis salam, ose çdo mushrik Mekas u konsideru armik edhe do të më luftu. Çdo mushrik Mekas u kanë armik edhe u dash më luftu. Prandaj e shohim se çdo lëvizje që kanë bërë Mekas në ligjëratën e ardhshme do ta shohim inshallah, karavanet që kanë shkuar në Mekë dhe u kthy, sahabët i kanë dalë pritje dhe i kanë zanë. A kanë ata ushtar apo s'kan ushtar, a kanë njerëz civil, a kanë tregtar, a pat gra apo fëmijë. Gjithë sen që ka hinë Mekë edhe ka dalë prej Mekës, u konsideru armiqsi edhe i kanë luftu. Për shkak se kufri i tyre lufta që u bë Islami të kanë aq qartë, s'ka pas arsye tem për askon i cili qëndron palën e mushrikëve. Prandaj shohim se mbetëja e ardhshme ka pasur muslimanëve që e kanë besu Allahun me iman, mirë po kanë palën e mushrikëve. Me dhuni kanë qenë luftë, Allah subhanahu wa taala i ka gjykuar me kufër ata sahabi, të cilët kanë palën e mushrikëve. Pra e para është çdo mushrik Mekas, është armik, kufri i tij është i qartë dhe do të më luftu. Kjo është pika e parë. Pika e dytë ka qenë nëse të johë të shifën ndonjë tradhti, do të më luftu më një herë. Edhe kjo është pika kur Beni Kurayza tradhton edhe shkon ushtria e pejgamberit alayhis salam edhe domthon i luftojnë fisin Beni Kurayza. Pika e tretë ka qenë nëse një fis prej fisëve të arabëve shfaq miqësi apo dashuri ndaj Mekasëve, duhet më luftu. Edhe nëse nuk kanë pas luftë direkte me pejgamberin alayhis salam. Edhe do shohim më vonë se si sahabët kanë shkuar ndoshta edhe fshatrat tona kanë rrafshu, për çfarë arsye? Se kanë shfaq dashuri apo vela, dashuri ndaj Mekasëve. Pika e katërt, edhe para fundit u kanë, nëse dikush prej grupeve të krishterëve apo jehudëve don me muslimanët kanë me i luftu ata, derisa ta pranojnë islamin ose ta pagojnë gjizjen. Edhe pika e pestë e kësaj strategjie, të cilën e ka bërë pejgamberi alayhis salam, çdo kush i cili vjen me shahadat, me la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, gjaku, nderi tina edhe pasuria tina janë mbrojtur të na. Pra këto janë 5 pikat të cilat i ka hartu pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe u kanë këç në ruajtjen pra Medinës, në unitetin e Medinës, edhe ma vonë ka ardhur deri te çlirimi i Mekës. Më njëherë pas kësaj strategjie kanë filluar edhe ekspeditat e para të pejgamberit alayhis salam edhe sahabëve, pra ekspedita e parë kanë të cilën e ka udhëheq Hamza radhiyallahu anhu ndaj një karavani i cili u kanë duke shkuar nga Shami në Mekë. Mirpo për këto ekspedita inshallah do të flasim në ligjëratën e ardhshme. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.